Nuk ka zbulime të reja, ka vetëm rizbulime. E vetmja zbules është rënja e energjisë në materje. Këtë kemi për detyrë tani të rizbulojmë. Sot kisha dëshirë të flisja mbi temën paksa okulte të masonerisë. Do t'ju them disa gjëra që vetë masonët nuk ju a thonë se dalin hapur, por sërish asgjë nuk ju thonë. Ju mbajnë të mbërthyer para ekranit, por sërish asgjë nuk zbulojnë. Jo se unë di ndonjë gjë, sepse nuk jam pjesë e kësaj disipline dhe as kam nevojë të jem, por unë lexoj simbolin dhe mesazhet në rreshta dhe kuptohet që këtë arrit ta bëj pasi tashmë njoh sekretet e gjuhës dhe të simbolit gjithashtu. Thonë se janë grupe intelektualesh të cilët mblidhen për të mësuar dhe për të dhënë dije mes tyre dhe për të mbajtur shoqërinë në formën e vëllazërisë e lidhur nga parimet dhe disiplina të rrepta në një farë mënyre. Sekretet e tyre, të cilat mbase vetëm ata të gradës 33 i njohin më mirë, vërtiten rreth zbulimit të simbolit. Sigurisht që asnjë mason nuk ka dalë që të thotë që ne zbërthejmë simbole, që i kanë trashëguar që nga fillimi i kohërave dhe nuk dihet se kur, por ç'rëndësi ka kjo? Rëndësi ka se çfarë thon mesazhet e tyre në rreshta. Publiku i sheh me një farë kurioziteti këta nga jashtë, ndërkohë që ata duke qenë okult për një kohë shumë të gjatë, ngjallin një lloj kurioziteti, siç thash, dhe duke qenë okult pra sekret, sigurisht që të mbajnë në një lloj presioni se këta kanë në dorë dijen dhe pushtetin e diçkaje apo gjithçkaje, duke e bërë veten kështu shumë më lart se të tjerët. Ca nga formimi i tyre akademik dhe ca nga presioni sikur kanë diçka që të tjerët nuk e kanë. Luajnë kështu, siç thash, me kuriozitetin e njerëzve që janë jashtë këtij rrethi dhe në një farë mënyre i mbajnë njerëzit si të nënshtruar. Ajo që nuk ju thonë është shpjegimi i simboleve. Duke qenë se simboli mbart në vetvete një sekret që e ka pluhurosur koha, atëherë zbërthimi i tij bëhet pothuaj i pamundur. Them pothuaj i pamundur, sepse në fakt ai është i mundur të zbërthehet, por më parë duhet bërë lidhje me gjuhën shqipe. Në masoneri simbolet më të dukshme janë ato që ata shfaqin, për shembull kompasi, katrori, gërma M tek përparësia, gërma G, si edhe fusha bar dhe zi. Ka shumë më tepër simbole brenda shoqërisë së tyre, por u ndala tek këto identifikueset. Çfarë simbolizojnë tani këto simbole? Së pari të themi se çfarë thuhet zyrtarisht, pra si i njohin ata vetë këto simbole ose si duan të na i thonë për aq sa ju lejohet. Simbolet e tyre kanë origjinë biblike, si për shembull këto që po shihni tani në foto, tempulli i Solomonit, shtyllat e këtij tempulli e të tjera. Tek masoneria shkronja M shfaqet në disa përparësa apo simbole dhe nuk ka një shpjegim unik të vetëm, varet nga riti jurisdiksionit tradita lokale. Disa interpretime që jepen shpesh janë si për shembull për master mason, magister, moria, mystery apo monad. Ndërsa për gërmën G është më e thjeshtë sepse ata identifikojnë me këtë gërm Zotin ose Great Architect of the Universe, pra arkitekti i madh i universit, ose geometria, pra geometry. Kurse në disa tradita thuhet se shtohet edhe kuptimi i gnosis, pra njosis, njohuria, ose generatio, krijimi. Por këto janë më tepër thuhet një interpretim filozofik. Mua më ka bërë përshtypje t'ju them të drejtën, një nga këta masonët, i quajtur Albert Piquet, i cili ka jetuar në vitin 1800 deri në 1890, në mos gaboj, dhe që i përket ritit skocez të masonerisë. Ai ishte mjeshtër i gradës 33 dhe më ka bërë përshtypje pra sepse mbante në qafë simbolin ton kombëtar, pra shqiponjën 2 krenare. Okej, shumë do thonë sepse ne këtë simbole kemi marrë nga Bizanti, po këto janë historira të tjera dhe nuk do t'i futem origjinës së shqiponjës 2 krenare, ndoshta e bëj një herë tjetër, por më bën përshtypje pra përse ky mjeshtër pra i gradës 33 e ka mbajtur këtë, ose më saktë përse shqiponja 2 krenare mbahet si simbol për gradën 32-33, pra për gradën më të lartë. Imagjinoni për shembull sikur shtetet të renditeshin me grada dhe meqense Shqipëria mban shqiponjën 2 krenare, ajo të ishte e gradës 33. Pastaj do linte pyetja, bëri masoneria Shqipërinë apo Shqipëria bëri masonerinë?
kjo nuk dihet. Kjo më bëri pak përshtypje që të studioja pak më tepër Albert Picquet për të parë nëse kishte ndonjë lidhje me Shqipërinë, kuptohet. Megjithatë, nga sa lexova rreth tij dhe nga një libër që ka shkruar ai, që quhet The Book of the Words, libri i fjalëve, nuk vura re ndonjë lidhje me Shqipërinë. Tek libri i fjalëve, ai merret me simbolet okulte të marra nga Bibla, biblike ndoshta, ose nga libra shumë të vjetër, të mbuluar nga plohuri i kohës, ku edhe ai bën interpretimin e simboleve sipas fjalëve të ardhura që nga kohët e hershme, por ai përdor gjuhën hebreje dhe greke për t'i shpjeguar këto simbole. Ndërkohë që në qafë, si thash, mban shqiponjën dy krenare dhe nuk i ka dedikuar këtij simboli më shumë se rreth një faqe, ose më saktë, figura ku gjendet shqiponja dy krenare përmban edhe simbole të tjera dhe ai merret më shumë me interpretimin e simboleve të tjera se sa me vetë shqiponjën dy krenare, por në fakt, siç thash, si simbol të gradës 33, të cilin e kishte ai si mjeshtër mason, ai mban shqiponjën dy krenare, por pa e shpjeguar përfundimisht se çfarë kuptimi ka ajo. Megjithse kështu në tërësi, ajo mbahet pra si simboli dualitetit, i lidhjes mes lindjes dhe perëndimit, por kryesisht pra si një simbol i ekuilibrit që duhet ketë njeriu në dualitet, pra ashtu siç ne jetojmë. Albert Picquet me shok, po të gradës 33, të cilët kanë preferuar ose sipas rregullave dhe rritjeve të tyre të mbajnë pra simbolin e shqiponjës dy krenare, nuk e kanë ditur se shqiponja lidhet direkt me gjuhën që flasim. Si me gjuhën që flasim, ashtu dhe me gjuhën organ. Dhe këtë e shikoj, pra gjuhën e nxjerr, e shikoj jo vetëm tek shqiponja, por edhe tek kuajt për shembull, ose tek luani, që gjendet përsëri në flamuret e këtyre riteve skoceze e të tjera. Simboli i shqiponjës dy krenare në fakt është shumë i lashtë, vjen që nga mitologjitë. Por do të flas një herë tjetër për këtë. Ajo që po them është se Albert Picquet, por edhe kolegët e shokët të tij, nuk e kanë ditur se shqiponja lidhet direkt me gjuhën dhe se përmes gjuhës që flet shqipja, ata do të mund të shpjegonin edhe simbole të tjera, ashtu siç ai ka përmendur në librin e tij The Book of the Words, pra libri i fjalëve, dhe duke i shpjeguar përmes shqipes këto simbole, ata do të kishin zgjidhur dhe misteret që kërkonin dhe që kërkojnë vazhdimisht. Unë nuk e di a janë ata në dijeni të kësaj lidhje se vetë shqiponja përfaqëson gjuhën, pavarësisht kuptimeve të tjera tërësore, që ata e lidhin me dualitetin apo me bashkimin tokë-qiell e të tjera. Pra, po ta kishte ditur Albert Picquet se shqiponja kishte të bënte me gjuhën, ai nuk do të merrej dhe aq shumë me hebraishten dhe greqishten, ashtu siç edhe është marrë te ky libër, se po ta kishte ditur këtë sekret, ai me siguri do kishte mësuar edhe gjuhën shqipe, të shpjegonte ato simbole ashtu siç edhe i ka shpjeguar tek ai libër. Unë aty në një paragraf ku shqiponja dy krenare përmendet, është prekur vetëm në një fjali për ciptazi, vetëm thjesht e citon se aty gjendet edhe shqiponja dy krenare, por më shumë merret me shpjegimin e pjesëve të tjera të asaj figure dhe të simboleve të tjera ku gjendet midis tyre edhe shqiponja e jon dy krenare. Pra shoh që shqipja kudo që e gjej, pra kudo që e has, shqipja me dy koka flas gjithmonë, shoh se ka një perde, pra ka një vello misteri që deri më sot ka ardhur e pa shpjeguar, e pa kuptuar dhe e pa cituar në mënyrë shtëruese. Ky simbol ka të bëjë me gjuhën. Edhe simbolet të tjera kanë të bëjë me gjuhën, por ky është veçanërisht ka të bëjë me gjuhën, sepse shqiponja lidhet me diellin kryesisht dhe me qenë se përfaqëson pra gjuhën e diellit, është edhe simboli gradës 33. Këtë e di me saktësi, sepse kohët e fundit, në një libër që po e studioj më shumë, libri i The Lost Language of Symbolism, pra gjua e humbur e simbolizmit, aty e gjej
shqipojnë dy krenare, të përsëritur shumë shpesh, megjithëse sërish nuk gjej në një lidhje të shqiponjës me gjuhën ashtu siç ju thash. Por këtë do ta lënë në një diskutim tjetër, sepse është interesante për të marrë me të nga mënyra se si është trajtuar nga të tjerët, pra jo nga ne shqiptarët. Ndërkohë, lidhur me dualitetin që shpërfaq pra shqiponja dy krenare, dhe në fakt është e saktë që ajo shfaqet e dualitetin, por në radhë të parë tregon gjuhën, pra si organ, ashtu edhe gjuhën e folur, fjalën. Dhe të mos harrojmë se e para ishte fjala, sipas Ungjillit, sipas Gjonit në Bibël. Dhe fjala, në para se të jetë fjalë, është mendim. Dhe mendimi para se të jetë mendim është ndërgjegje. Ndërgjegja ka dy aspekte, ose bëhet mendim dhe është e vetëdijshme se ç'është apo se çfarë flet, ose është e heshtur dhe si të themi në gjumë, pra ekziston, por është në gjumë, dhe kur je në gjumë, zëre se nuk ekziston. Prandaj këto janë dy aspektet e shpërfaqjes edhe të universit. Pra i gjithë universi është mental, është mendor, dhe në rast se ky mendim është i ndezur, atëherë mendimi është një, është vetë qënia dhe është një gjë e unifikuar. Në momentin që ky mendim, një, pra mendimi parak, bie në gjumë, do të thotë që nuk ekziston më për veten e vet, atëherë ai transformohet në shumë mendime të tjera në trurin human, pra në shumë njerëz. Ky është pak a shumë aspekti i shpërfaqjes së universit, pra si ta kuptoni. Arsyeja pse e bëj këtë është sepse fusha bardhëzi që këta e kanë si simbol në lozhat e tyre, e shoqëruar kjo edhe me elemente të tjerë si shtyllat e tempullit të Salomonit, e të tjera si këto, tregon pikërisht për këtë dualitet, shpërfaqjen ose shprehjen e universit mental në dritë dhe errësirë. Pra, fusha e bardhëzit do të thotë dritë dhe errësirë, ose yll edhe natë, ylli i natës. Tani ne dim shumë mirë se ylli i natës është dielli, por është edhe hëna. Dielli është sepse është një yll që shkëlqen në errësirë, pra bën kontrast me natën, ndërsa ylli i natës kuptohet që është hëna, sepse është ylli i natës. Pra, fusha bardhëzi tregon pikërisht shprehjen e universit përmes dritës dhe errësirës dhe tregon pikërisht pra edhe vetë njeriu, sepse njeriu është ndërgjegje që ditën mendon, pra shpreh qartë mendimin e tij, dhe kjo është pjesa e errët, është nata si të thuash, ndërsa pjesa e bardhë tregon dritën e njeriut, e cila shprehet vetëm kur njeriu fle. Kur njeriu fle, njeriu nuk është në lëvizje. Pra, njeriu fle natën, por në këtë moment është drita, sepse nuk është në lëvizje, nuk vepron, nuk është aktiv dhe kësaj nuk mbjell asnjë të keqe. Ndërsa ditën, pra në dritën e diellit, kur njeriu është me mendim, atëherë njeriu vepron, tek njeriu vepron e keqja e tij, pra mendimi. Mendimi është mundim. Është një nga aforizmat e të madhit Petrozhej. Pra që të kuptoni këtë, si të them, është kontrasti që e karakterizon gjithë qenësin e gjithësisë. Pra, Zoti, si të themi, është ndërgjegja, por ka dy aspekte, siç thash. E ndezur dhe e fikur. Pra, kur ndërgjegja Zot është e ndezur, ai e di se ç'është dhe është vetëm një gjë e vetme. Pa univers, pa asgjë. Është një gjë krejt abstrakte dhe absolute. Është, si thosh, e pa imagjinueshme. Është një asgjë që është vetë gjëja. Ndërsa, kur Zoti fle, pra kur ndërgjegja e tij fle, atëherë ai nuk ka më mendim si një i vetëm, por në gjumin e tij lind një ëndër dhe kjo ëndër është materia, e cila nuk ekziston pa dualitetin. Prandaj gjumi i Zotit sjell universin, sjell edhe botën tonë të vogël, pra sistemin tonë diellor, diellin dhe tokën. Kjo është që të kuptoni pra kontrastin bardhëzi përse është aty. Unë nuk e di a e din ata saktësisht të shprehur kështu,
Por kjo është kështu sepse këtë e ka shprehur dhe filozofi i madh Descartes me shprehjen e famshme unë jam sepse mendoj, prandaj jam. Do të thotë që njeriu, një i riu, kujdes, është, pra ekziston vetëm nëse mendon. Dhe këtë e kuptojmë më së miri kur flem, neve nuk jemi aktiv, zëre se nuk jemi, pavarësisht se jemi sepse frymojmë, por nuk jemi në kuptimin e të menduarit dhe aktivitetit të përditshëm. Kështu që nëse njeriu nuk vepron, pra nuk mendon, nuk i vihet në punë korteksi, atëherë ai zëre se nuk është, pavarësisht se frymon. Fryma e tij tregon që njeriu është i përjetshëm, pavarësisht vdekjes së trupit të tij. Kurse ditën njeriu mendon, vepron dhe kësaj ndan, diferencon dhe bën kontrast. Pra mendimi e bën njeriu që të luftojë për jetën. Dhe që të luftosh për jetën do të thotë që të bësh edhe të mirë dhe të keqen, sepse kështu funksionon aktiviteti mendor. Prandaj fusha bardhëzi është shprehjesi në botën duale fizike në tokë, ashtu edhe në univers. Vetëm pa univers dhe kësaj pa tokë, Zoti është një, i pandar, por thjesht i vetëm, unik, pa univers. Vetë fjala univers do të thotë uni dhe versus, pra e kundërta e unit, si në kuptimin e një qenie të vetme, ashtu edhe në kuptimin e të kundërtës së njëshit, pra e kundërta e njëshit është sasia. Pra Zoti një bie ose transformohet ose prodhon sasin, kuantumin, ku do të jetonin shumë mendje të vogla, që i ngjajnë atij, por që nuk janë ai në kuptimin e pushtetit për të bërë një univers nga e para. Prandaj universi prodhohet vetëm një herë, Zoti pra transformohet në njeri dhe njeriu nuk është më individualisht i aftë për ta bërë këtë gjë, përveç se nëse shumatorja e gjithë njerëzve e kuantumit fiket dhe e gjithë shka shikojmë ne tani, pra i gjithë universi kthehet në gjendjen që ishte, pra një asgjë, por ajo asgjëja është vetë gjëja, pra është vetë Zoti parak një. Ky është cikli pra që bën Zoti. Tani këtë e thash sepse fusha bardhëzi që përdorin masonët ka këtë kuptim. Nga italishtja, fusha e shahut quhet skaki. Në shqip skaki do të thotë shkaku dhe është pikërisht e bardha dhe zeza, drita dhe errësira, shkaku i krijimit të universit tonë. Ose më saktë, kjo është natyra e qenësisë, e gjendjes së qenësisë. Tani ju mos prisni që këtë shpjegim që ua bëra unë t'ua bëjnë ata, se ata nuk do thonë gjëra që ju nuk duhet i dini. Tani po të marrim simbolin tjetër, për shembull gërmën G dhe M. Siç e thash më herët, zyrtarisht dihet se gërma M qëndron për masonin apo për mjeshtrin, ndërsa gërma G qëndron për Zotin ose për gjeometrin. Siç e quajnë këta Zotin, si arkitekt i madh i gjithësisë, lidhin çdo gjë me ndërtimin ashtu siç njeriu ndërton arkitekturën në mënyrë fizike, pra fizikisht, siç ndërtojmë shtëpitë apo tempujt apo kishat dhe këto katedralet. Mirë po, simboli i kompasit dhe i katrorit, gjithashtu gërma M dhe G, kanë të bëjnë me pjesën e mbrapme të trurit të njeriut. Meqense kam thënë se universi funksionon si një fraktal, dhe meqense universi është një mendim, pra është një tru gjigant, pavarësisht se në dukje ai nuk e ka formën e trurit, por ai është një tru gjigant, atëherë universi e përsërit veten edhe në një formë të vogël që është pra truri i njeriut. Kështu që këto simbole që ju përmenda më sipër përfaqësojnë trurin e njeriut, por saktësisht pjesën e pasme të tij. Ku kompasi, i cili ka një rreth me një pikë në mes, përfaqëson diellin ose gjendrën tonë pineale, ndërsa katrori poshtë përfaqëson tokën ose trurin e vogël të njeriut. Edhe gërma M, edhe gërma G përfaqësojnë të dyja mesin dhe materjen. Do me thënë, M-ja është materja, por është edhe mesoni, do me thënë mesia.
mesi, masa. Mas të thot materje. Pra atome, molekula janë pjesëzat e para të formimit të universit. Kurse G-ja qëndron për gurin dhe guri është, sipas Biblës, guri i qoshes që hodhën te i ndërtuesit, thuhet diku atje. Tani ç'do të thotë kjo? Guri që hodhën te i ndërtuesit është thjesht planeti ynë Tokë, që pastaj më vonë u quajt Gea, do me thënë Gjea, Toka. Por Gea nuk është thjesht toka, por është edhe gjuha, guha, gluha. Pra, M-ja qëndron për mesin dhe G-ja qëndron për gjuhën. Ndërkohë që në sistemin tonë diellor, M-ja dhe G-ja qëndrojnë për tokën, ndërsa rrethi i lartë me atë pikën që është një sy, që është pikërisht syri i qiellit, qëndron për diellin. Tani rruga tokë-diell së bashku me hënën, e cila bën prerjen e rrezeve diellore, pra formimin e fushës magnetike të tokës, e domosdoshme kjo për të jetuar perëndia i vogël njeriu, përbëjnë modelin atomik për Zotin. Pra, si të themi se ne që jetojmë në tokë, jetojmë në bërthamën e atomit të Zotit, të elementit, pra atom të Zotit. Një atom i zmadhuar përbëjnë mbajtjen e materjes, një lloj siç do ta mbante një tull apo një themel ndërtesën. Prandaj këta flasin shumë për arkitektin e madh të gjithësisë, për ndërtimet arkitektonike, gjigante, sidomos te katedralet. Pra këta e lidhin çdo gjë me ndërtimin arkitektonik, dhe me qënë se këtë fushë e njoh mirë sepse jam me kësaj fushë, arri dhe ta kuptoj se çdo të thonë këta, pra me ndërtimin tull pas tulle apo themel pas themeli, në kuptimin shpirtëror të vëllazërisë dhe shoqërisë së tyre sekrete, pra. Por megjithatë, lidhjen e ndërtimit të tullave, pra në fushën e arkitekturës dhe të ndërtimit, siç e bëjnë këta lidhjen shpirtërore, e marrin pikërisht nga Bibla, sepse, siç ju thash, ka të bëjë me atë vargun e gurit të qoshes të hedhur te nga ndërtuesit. Prandaj te këta Zotin e quajnë arkitektin e madh të gjithësisë, sepse e shohin pra universin si një ndërtim arkitektonik me sekrete gjeometrike dhe pikërisht pra e shohin në këtë fushë, në këtë drejtim, këtë dhe shpjegimet i japin pikërisht, pra dhe shpjegimet shpirtërore si një tull mbas tulle të vënë në shpirtin e tyre për ta bërë vetveten nga njeri i mirë në më të mirë se ç'janë. Siç e të thon vet, por megjithatë simbolet janë okulte, shpjegojnë vetë natyrën e njerëzit, origjinën e njerëzit dhe të universit gjithashtu. Ju duhet të keni kuptuar tashmë se njeriu është Zoti dhe ne të gjithë së bashku jemi prodhuesit e universit dhe po vetë produkt i tij, produkt i leximit, i perceptimit apo i përdorimit të kësaj prone, le të themi, që kemi. Prandaj tek njeriu mbizotëron dëshira ose rendja mbas lakmia, mbas materiales, për arsye se duke mos qenë një asgjë në fillim, pavarësisht se je gjithë gjëja, sepse je vetë Zoti, kërkon që të bëhesh gjëja, pra të bëhesh materia, të bëhesh Zoti nga ana tjetër e asaj që nuk është. Pra edhe një herë, simboli G qëndron për gurin dhe për gjuhën, sepse guri, do me thënë materja, do të bëhej gjuha e Zotit. Për Zotin, gjuha e tij është njeriu. Pra njeriu flet ato që Zoti i ka folur më përpara. Pra njeriu bëhet gjuha, ajo ura për të manifestuar, pra për të shprehur Zoti veten e tij. Ndërsa simboli M ka edhe një kuptim tjetër. Ka të bëjë me formën e buzëve të njeriut. Tek njeriu, buza e sipërme është një M, ndërsa buza e poshtme është një W. Pra shmëja e përmbysur bëhet W.
Gërma W është një gërm pak mister, domethënë, sepse nëse gërmën M dhe W i rrotullojmë si dy tresha, ato bëjnë numrin 33, që është kulmi i gradës së mjeshtrave mason. Nuk më duket rastësi, pasi në mes të buzëve qëndron gjuha, dhe gjuha jo vetëm si organ, por edhe gjuha për të folur. Simbolet për të shpjeguar të vërtetën. Pra buza dhe goja. Buza dhe gjuha përbëjnë gojen. Gea, gjeja, guri. Me pak fjalë, goja dhe guri, pra planeti ynë tokë, përbëjnë materien, dhe materia që ngërka shumë e rëndësishme për Zotin. Pra simboli i gërmës M ka të bëjë me buzët, dhe me qenë se gëja, si thash, ka të bëjë me gjuhën, atëherë ky simbol, pra kompasi katrori dhe gëja, nuk tregojnë vetëse gojën dhe gjuhën e njeriut, pra buzët. Prandaj, një nga shtyllat e tempullit të Solomonit quhet Boaz, do me thënë buzë ose baza. Baza, Boazi, është edhe një nga shtyllat, kolonat e tempullit të Solomonit. Tani për cilën gojë bëhet fjalë, se sigurisht që gojën që ne shohim për ditë fizikisht, pra në fytyrën e përparme të njeriut, kjo njihet nga të gjithë dhe kjo nuk kërkon shumë shkencë. Por nuk e di a e dini se njeriu ka një fytyrë të mbrapshme në trurin e tij. Dhe kjo fytyrë dhe pikërisht goja për të cilën po flas dhe simboli të cilit pra është edhe gëja në masoneri, është truri i vogël ose cerebeli, siç njihet në gjuhën latine në përcaktime dhe emërtimet latine të trurit të njeriut. Pra truri mbrapëm i vogël i njeriut, cerebeli, ka formën e gojës, madje disa emërtime në pjesë më të vogla të saj i ka të ngjashme me emërtimet e gojës, për shembull bajamet, uvula e të tjera. Është shumë interesante se si emërtimet e cerebelit, pra trurit të vogël, janë një lloj pothuajse si emërtimet e gojës e njeriut, pra gjuha, dhëmbët, qiellza e të tjera. Tempulli i Solomonit, që përdorin këta si simbol, është një tempull, një siluet fallike, pra ka të bëjë me organin mashkullor të njeriut. Unë kam pak të zorshme dhe të sikletshme që të futem në detaj, por tempulli i Solomonit është tempulli diell hën, sole dhe mun. Ka të bëjë me tempullin diell hën ose tek truri i njeriut, ka të bëjë me pjesën e lingulës, do me thënë gjuha. Dhe kjo quhet gjuha sepse simbol për organin fallik të njeriut është vetë spermatozoidi. Dhe në një farë mënyre, ai është gjuha e njeriut. Pse? Sepse ai përmban informacionin gjenetik që do të bëhet njeri, por së bashku me vezën femërore kuptohet. Ky bashkim pra sjell gjenerimin, prodhimin apo riprodhimin e njeriut, pra vazhdimsinë e jetës fizike materiale, sepse kjo është ajo që ka dashur Zoti. Pavarësisht se jo të gjithë të ma kuptojnë këtë pjesë, dhe unë jam e përgatitur për këtë, por disa të vërteta duhet të thuhen. Pra ky tempull ka formën e një fallusi, do me thënë të fjalës. Prandaj lidhet me këtë dhe lidhet gjithashtu dhe me rigjenerimin e njeriut, riprodhimin e tij, vazhdimsinë e jetës. Një nga shtyllat ishte baza, do me thënë toka, kurse shtylla tjetër është jakin ose jahin, do me thënë është hëna.
Joahin, kështu ka qenë fjala e vjetër, që Albert Pike e shpjegon tek libri The Book of the Words nga hebraishtja. Por meqense fjalët në inkoshient flasin shqip, pavarësisht se ç'kupton greku, hebreu apo të tjerët, ato janë karakteristika që popujt e tjerë ja veshin fjalës sepse nuk e din thelbin e saj dhe nuk është se e kanë gabim, se bota kështu është ngritur mbi perceptime të rrafshit fizik të fjalëve dhe jo të thelbit të vërtet. Thelbi vërtet duhet i fshehur në mënyrë që të bëhet kjo botë. Dhe ja ku kemi sot simbole që nuk i shpjegon dot gjuha konceptuale, por veç se gjuha e simbolit, pra gjuha që shkon thellë, të cilën e shpjegon vetëm gjuha shqipe dhe algoritmi simbolik. Mos e harroni këtë. Vet Albert Pike në librin e tij The Book of the Words, libri i fjalëve, e sjell pra këto dy shtyllat e tempullit të Salomonit si një simbol fallik dhe e shpjegon pikërisht kështu siç pak a shumë ua thash edhe unë, duke u nisur nga greqishtja dhe hebraishtja me fjalët që ai i gjen të vjetra pra. Dhe pikërisht e shpjegon edhe si tempull të diellit për forcën gjenerative e të tjera më radhë. Njëra nga kolonat e tempullit të Salomonit quhet Jakin, Jakain. Ky ka të bëjë me Hanën. Jakain është Jahain, Jahana. Fjala Salomon do të thotë tempulli i diellit dhe i Hanës. Albert Pike e shpjegon këtu përmes fjalëve të marra nga hebraishtja. Midis tyre shoh të fjalën nifal, pra një fjalë, nifal, nifleim, nifelim në fillimet, që do të thotë veç se ata të gjuhës të fjalës. Pihel dhe hip, pra fjala hipën, shkon tek hipofiza, që gjendet përpara fytyrës së njeriut dhe që bën të mundur pra funksionimin e shqisave midis tyre dhe të folurit. Këto shpjegime këtu nga Albert Pike janë shumë të rëndësishme pasi flasin për tempullin e Salomonit dhe dy shtyllat që ata i kanë si simbole në lozhat e tyre. Për shembull, shtylla tjetër quhet Boaz, përfaqëson forcën, fuqinë. Fjala Boaz do thotë bazë ose ajo që bën zë dhe ka të bëjë me tokën. Pra, Joahini është Hana dhe Boazi, baza, është toka. Toka dhe Hana janë dy shtyllat e tempullit të Salomonit. Këtu tani ai e shpjegon pra përmes fjalës greke phalos. Phalos tingëllon si fjala, megjithëse është edhe falli. Phallusi, do të thënë organi maskullor. Pastaj e çon tek drita, faos. Phalos është gjithashtu një kom, një kulm i helmetës dhe faleros shku me bardh. Ndërsa faluna do të thotë e shkëlqyeshme. Kjo fjalë është shqip, ka dy fjalë, ndërsa këto të tjerat janë veti ose karakteristika që i vijnë nga gjuhët e tjera. Pra, tek simbolet masonike, ajo që unë kuftoj është se të gjitha referojnë tek fytyra e mbrapme e njeriut që është pjesa e mbrapme e trurit e njeriut. Pastaj, se ata i veshin simbole shpirtërore apo ezoterike për të shpjeguar se duke vajtur tek shpirti e më the të thash pra me intelektualizmin e tyre, siç e do thonë, kjo jo se është gabim, por nuk është thelbi i atyre simboleve. Thelbin e shpjegon vetëm gjuha shqipe. Pra, simboli fallik i tempullit të Salomonit nuk tregon veç se portën dhe rrugën hyrëse për mishërim, pra për mishërimin e shpirtit. Ju e dini që në Sardenjë ekzistojnë ndërtime megalitike
nurage dhe midis tyre ekziston një ndërtim që quhet varri i gigantit, ku është edhe porta false. Siç edhe vetë shihni, ky ndërtim dhe jo vetëm ky kanë formën e fallusit dhe jo rastësisht ky vend është quajtur edhe borore, do me thënë burrorore. Për tempullin e Salomonit si tempull që i ngjan fallusit e njerëzit, ka folur edhe Jordan Maxwell, i cili nuk jeton më tani, por është shumë i saktë në ato që thot, dhe kur e ndiqja unë atë, nuk e dija se pra do të kishte qenë kaq i saktë, por tani që njoh gjuhën dhe simbolin shumë më mirë, arrita kuptoj edhe atë që ai ka dashur të thotë atëherë kur ka folur. Kështu që unë jam e sigurt që tempulli i Salomonit është një tempull i tillë, fallik, sepse vetë ky simbol ka të bëjë siç u thash me fjalën. Dhe fjala në fakt është vetë spermatozoidi. Fara e njerëzit është e ngjashme me vetë simbolin fallik. Ky simbol gjendet në pjesën e prapme të trurit të njerëzit dhe dallohet qartë vetëm në një prerje tërthore të trurit si në figurë. Vetë fjalët fara, falli, fallusi, fjala janë të ngjashme, pra homonimike, dhe tregojnë se kanë të njëjtin burim, pra të njëjtin origjinë. Tempujt e Salomonit nuk janë tempuj fizik, por është pikërisht organi mashkullor i cili gjeneron jetën. Prandaj shpesh g-ja merret edhe si generation, pra gjenerimi i jetës. Në qoftë se do t'ju kujtohet, ju kam folur edhe më herët në një nga materialet që kam hedhur në këtë kanal, mbi rrethprerjen, që ka të bëjë pikërisht me, pra sot njerëzit e njohin si syneti, kurse në qiell kjo rrethprerje ndodh në rrotullimin e hënës rreth tokës, që bën si të thuash prerjen e rrezeve të diellit për të krijuar fushën magnetike, pra për të bërë mundur jeta fizike në tokë. Dhe kjo është rrethprerja për të cilën flitet në Bibël, nuk ka të bëjë me prerjen e organit fizik mashkullor, pavarësisht se edhe me atë ka të bëjë. Por është një simbol që ne të kuptojmë origjinën e ardhjes së njerëzit ose vetë natyrën tonë. Pra universi i ngjan edhe trupit të njerëzit, ose trupi i njerëzit i ngjan universi, prandaj thuhet si lart edhe poshtë. Prandaj nuk është edhe kaq rastësi ose kaq e çuditshme që këto simbole të flasin edhe për këtë gjë. Madje simbolin fallik ju e gjeni edhe tek skulpturat egjiptiane, por unë nuk do të zgjatem më me këtë siç u thash, sepse është edhe goxha e sikletshme për të folur më tej. Tani që të kuptoni sepse fallusi i njerëzit dhe spermatozoidi janë fjala e njerëzit. Që të kuptoni këtë, duhet i rikthehemi edhe një herë fushës bardhë e zi, do me thënë shprehjes dikotomike të universit, pra dritë dhe errësirë. Përveç kësaj, duhet të rikujtojmë edhe Ungjillin sipas Gjonit, fjalinë e parë ku thuhet, e para ishte fjala. Fjala ishte me Perëndin dhe Perëndia ishte vetë fjala. Me të dhe prej tij gjithçka u krijua. Fjala ishte drita e njerëzve, dhe drita shkëlqen në errësirë, por errësira nuk e kuptoi. Thuhet pak a shumë në Ungjillin sipas Gjonit. Tani këto fjali janë shumë të rëndësishme, por njeriu i lexon i merr si të mirëqena dhe nuk i vë shumë rëndësi. Por tani do t'ju shpjegoj diçka lidhur dhe me shkencën. Pra çfarë është fjala shkencërisht? Meqense thash universi është i përbërë nga dritë dhe errësirë, pra ajo fusha bardhë e zi në simbolet masonike, errësira nata nuk e dim se çfarë është pa u ndezur një dritë. Pra, kur njeriu ecën në errësirë, nuk shef dhe nuk di se çfarë ka. Pra errësira mund të jetë gjithçka, mund të jetë edhe asgjë. Në momentin që ndizet drita, pra ndizet një yll, ndizet një diell, kur të krijohet njeriu, arrin të shikojë natyrën, pra të shohë planetin, të shohë ujin, pemët, pra gjërat natyrore. Pra si fillim universi është një përbërje bardhë e zi, fotone dhe vakum. Tani, fotoni i dritës lind në vakum. Fotoni i dritës i parë sot në shkencën e fizikës kuantike, sipas shkencëtarëve thuhet se fotoni në momentin që
pretendohet të matet, pra ti matet pozicioni dhe gjithashtu edhe momentumi, pra shpejtësia e kësaj grimce, atëherë fotoni herë shfaqet si grimcë dhe herë si val, pra nuk përcaktohet nëse është grimcë apo është val, por është njëkohësisht një grimcë dhe një val. E kuptoni tash se për shkak se fotoni shfaqet edhe si grimcë edhe si val, ose njëkohësisht të dyja, atëherë ky është një simbol që i ngjan vetë spermatozoitit, pra kokë dhe bisht, me pak fjalë grimcë dhe val. Dhe kjo vala është fjala. Pra, vetë shpreja e parë e dritës e fotonit, që është grimcë dhe val, shpreh në një farë mënyre direkt dualitetin që do vi të sjellë botën fizike. Me qenë se fotoni është grimcë dhe val, ai vibron. Pra, në qoftë se nuk ka vibrim, pra në qoftë se errësira nuk vibron, nuk sjell dritë, pra nuk ndizet drita, nuk formohet drita në univers. Ky vibrim bën ato tingullin, pra bën dritën, bën dhe tingullin, dhe pikërisht ky tingull kthehet në fjalë në formën fizike, pra kur njeriu lind në botën fizike. Prandaj fotoni në një farë mënyrë është vetë fjala e njeriut. Pra fotoni është fjala e errësirës. Pra fotoni bëhet fonon, bëhet tingull, bëhet fjala që do të vi në botë. Errësira, tham, është Zoti para se të mendoj, është Zoti para se të bjerë në gjumë. Që atë kohë që Zoti bie në gjumë, ndizet drita e tij, pra i ndizet gjendra pineale e tij. Në momentin që i ndizet gjendra pineale, Zoti fillon të ëndërrojë dhe nga kjo ëndër vjen bota fizike. Bashkë me të dhe ndërgjegja e tij e kthyer në mendim, që është njeriu. Njeriu, mendimin e tij e shpreh përmes fjalës dhe kjo fjalë është pikërisht vibrimi që percepton truri i njeriut për shkak të fotonëve të dritës, sepse vetë fotoni është një vibrim. Vibrim, vjen vrima. Vrima është pikërisht fotoni dritë i shoqëruar me këtë valën, siç thash. Dhe ky është zëri, pra që ne i themi Zoti. Zëri jot është Zoti. Fotoni më i madh, pra që zgjodhi Zoti, është pikërisht dielli. Dielli është një foton i madh, ku vetë është grimca, vrim ose porta ku njeriu mishërohet, ndërsa rrezja e dritës që prek tokën, e cila nuk duket në sy të lirë, pra fizikisht, është fjala. Dhe kjo fjalë pra mishërohet përmes trurit të njeriu dhe del përmes gojës dhe gjuhës. Kjo gjuhë simbolikisht është quajtur shqipe. Pra është quajtur gjuha e diellit, gjuha e fotonit, e dritës. Tempulli i Solomonit tregon pikërisht tempullin e gjuhës, të fjalës, të fallusit. Që të kuptoni pse forma fallike ka rëndësi për të kuptuar origjinën e njeriut, pra këtij të riut, sado e pamundur apo alogjike t'ju duket kjo, mjafton t'i hedhim një sy ndërtimeve neurologjike që përmenda edhe më herët, të cilat ngjajnë të gjitha me këtë siluet, pra me siluetën fallike. Këto objekte kulti, të ashtu quajtura kulti, pra kanë të gjitha formën fallike, të gjithë gurët megalitik, të quajtur menhir, dolmen, varre kalimi, vrimat e shpirtit, varret e kalimit tos trup, jetës tuer, apo edhe gurët Stonehenge,
kanë po ashtu këtë tendencë dukjeje. Disa ato të fallusit dhe disa ato të portës së kalimit. Nuk po I futen me emërtimeve të tyre që me pak mundim flasin shqip, por mjafton të kuptojmë emërtimin e tyre të përgjithshëm. Pra, men hir do të thotë mendje hyrët, apo hy I mendje, pra zot I mendje, ndërsa dol men do të thotë mendje që del nga guri, nga toka, pra nga nëna tok. Dol është edhe dielli, pra si të themi mendje dielli, do me thënë mendja e syrit ar ose vet arsyeja. Pra mendja arsye. Vrimat ose portat e shpirtit që njerëzit kujtojnë se janë bërë që shpirti nga I vdekuri të kalojë në qiell, në fakt është e kundërta. Është një simbol për të treguar hyrjen e shpirtit në botën fizike, pra mishërimin. Pastaj keni këtë dolmenin tjetër që quhet Tostrup Jettestuar në një fshat në Danimark që quhet Jylland, ku sipas përkufizimit zyrtar këto tokfjalshe do të thonë Tostrup Jettestuar do të thotë dhoma e gjigantëve në fshatin Tostrup. Do me thënë një futja kotë se Tostrup është destrup, do me thënë trupi I vdekur, ndërsa Jettestuar do të thotë jeta e territ ose e tokës ose rrota e jetës dhe Ylland vendi I yllit. Pra kjo ka kuptim kështu, dhoma e gigantit është rrota e jetës që ngjall trupin e vdekur në vendin e yllit. Kjo në kuptimin se giganti është shpirti që kërkon të mishërohet. Para se shpirti të mishërohet, ai kalon në rrotën diell, që është rrota e jetës. Ky bie në një spermatozoid, në një embrion, le të themi, që është trupi I vdekur, derisa del në jetë kur lind materie dhe që merr frym për herë të parë, pra ringjallje. Pra rrota diell është rrota e jetës ku mishërohet një shpirt, edhe Stonehenge ose stani ku hyn gjëja, do me thënë mendja në materie. Megjithatë, unë nuk do të zgjatem më sepse këto kërkojnë një shpjegim më të qartë, më bindës dhe më të detajuar, por ideja është që këta gur megalitik tregojnë thjesht simbolin fallik dhe ky simbol po na thot se ashtu si lindim në jetën tonë fizike, pra prej nënës dhe babait, ashtu ka ardhur edhe jeta në tokë për herë të parë. Këtë model sot e imiton dielli, hëna dhe toka, por ne nuk e shohim gjithë modelin, por vetëm nyjet, do me thënë diellin, tokën dhe hënën. Dielli është porta, toka është muri pritës, do me thënë ovula, ndërsa hëna është rreth prerja. Që ta kuptojmë edhe sa më mirë këtë, do të duhet I bëjmë një interpretim portës false tek varri I gigantit në Sardenj, në zonën që quhet pikërisht borore, burrore, prej burrit, megjithse etimologjia zyrtare thot se vjen nga material ose lesh I dendur, megjithse thot në tej origjina nuk thuhet, kjo është më se e qartë që flet shqip sepse borore do të thot burrore, pra prej burrit, dhe me që kemi të bëjmë pikërisht me një simbol fallik, atëherë kjo është shumë e qartë, por italianët nuk kanë si ta kuptojnë sepse para se të bësh shpjegime etimologjike, duhet njohur modeli, referent dhe filozofia e gjës. Në këtë këndvështrim, një model referent është pikërisht pra simboli fallik I gjendur kudo në glob, I shprehur nëpërmjet ndërtimeve megalitike siç po I shihni. Prandaj kemi dhe shprehjen si lart dhe poshtë, kështu që shikoni poshtë që të kuptoni ç'pati ndodhur lart dhe pastaj zbrisni sërish poshtë. Porta false tek varri I gigantit në Sardenj ka edhe kjo një kuptim shumë domethënës. Që të kuptoni këtë, do t'ju përmend një fjali në Bibël dhe gjithashtu edhe udhëtimin e spermës nga organi mashkullor tek ai femëror, pasi të gjitha kanë lidhje. Porta false është e qartë se është një portë që nuk të çon askund, pra hyn diku, pastaj diku sërish, por nuk del askund. Prandaj porta false tregon kështu a priori që hyn dhe nuk del gjikundi, pra nuk ka dalje jashtë. Përjashtohet koncepti jashtë, pra I së jashtmes. Pra nga brenda hyn brenda sërish. Ky është udhëtimi I shpirtit për në materie, nga ina univers sërish në një qoshe të universit që është toka. Pra po brenda ngelesh, nuk ka koncept jashtë. Jashtë universit është vetëm gjumi I Zotit dhe gjumi tham është një gjendje jo ekzistence e cila sjell ekzistencën. Çfarë tregon tani porta false në realitet?
Në Bibël kemi një varg ku Krishti thot tek Gjoni 17:12. Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në emrin tënd, unë i kam ruajtur ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes që të përmbushej shkrimi. Biri i humbjes që këta mendojnë se është Judi Iskarioti, në fakt është vetë Krishti, sepse ai është biri i vetëm linduri i Perëndis. Krishti dhe biri janë simbole, pra që ta kuptoni. Krishti është dielli, drita e botës. Drita është e vetmja lindje nga asgjëja, pra nga vakumi, nga Zoti mendim. Prandaj quhet biri i vetëm, se është e vetmja shprehje absolute e Zotit parak. Dhe me që bir do të thotë edhe vrim, ju a shpjegova pra më sipër se fotoni i dritës sillet si grimc dhe si val, pra si një vrim që vibron, atëherë kjo vrim do të bëhej drita diell që do të sillte humbje në kuptimin se përmes diellit, pra shpirti vet humbet në botën fizike, por ai nuk humbet, vetëm transformohet. Pra dielli është konsideruar si biri i humbjes, sepse në vrimën e diellit do të humbisnin shpirtrat që do të mishëroheshin. Fjalia në Bibël do të kuptohej kështu: kur të gjithë shpirtrat ishin me diellin, janë ruajtur në diell. Ky ngelet si vrima e humbjes, do me thënë porta false, se nuk humbet askund, ndërkohë shpirtrat që mishërohen thjesht hyjnë përmes portës false diell në një dimension tjetër, atë të trupit fizik, që sërish është pjesë e universit, pra ata nuk dalin jashtë, thjesht transformohen. Pra nuk ka humbje për një lloj sakrifice të një fotoni gjigant, diellit që të përmbushë realizimi i kushteve kozmike për Zotin njeri. Pra një lloj sakrifice që simbolizohet me Krishtin në kryq, pra me diellin në kryq, le të themi. Ndërsa që të kuptohet edhe më mirë kjo, duhet të ndjekim rrugën që bën një spermatozoid për të bërë embrion. Kështu ai nga fallusi, që në Bibël përfaqësohet nga vendi i Egjiptit, do me thënë vendi i Egyptit, del pa humbur në botën e mitrës femërore. Aty takohet me vezën dhe sërish futen në botën tjetër për të sjellë përfundimisht një embrion që do të bëhet njeri. Madje dhe fjala embrion do të thotë embrion, pra embrion ka formën e embrionit, që në fund të fundit është vetë forma e trurit. Pra nga fallusi tek veza femërore ka një port false ku fara nuk humbet, thjesht transformohet. Ajo hyn në atë që quhet hymeni i femrës, pra, dhe hymeni është pikërisht një lloj si fjala menhir tek gurët megalitik, të cilët kanë një dalje jashtë në formë cilindrike. Pra imitojnë fallusin, ose dhe vetë spermatozoidin. Pra fara ose fari, drita e botës, nuk humbet, thjesht transformohet në një njeri përmes këtij procesi. Pikërisht ky proces ndodh edhe në modelin diell tok hën, ku koka e fallusit është toka, hëna bën rreth prerjen për të siguruar fushën magnetike të domosdoshme për të mos u djegur nga dielli, dhe dielli vetë është burimi i jetës, farës, në këtë rast shpirtit. Pra duhet edhe të kuptoni se toka, pra koka, është pjesa e fallusit, prandaj asgjë nuk humbet, thjesht diçka shkëputet nga burimi për të siguruar jetën fizike. Kjo në jetën e përditshme quhet rrethprerja. Do me thënë, edhe toka është pjesë e fallusit, e diellit, është një zgjatim i tij. Prandaj dhe dielli ka emrin 2L, DL, pra dy yjet, dielli vet, drita, dhe toka, errësira. Hëna, ndërkohë është në Bibël Judi Iskarioti, do me thënë, hëna është ajo që na ndan, Juda Iskarioti, pra ju ndan ajo që ishte pjesë e fallusit tënd. Prandaj quhet porta false. Prandaj ndërtimi ka formën e fallusit dhe në fund kjo është edhe fjala ose gjuha që thot fjalën. Pra është thjesht ky model është fjala, diell tok hën. Gjithë bota pastaj bëhet me fjalën, me përcaktime aty këtu sipas koncepteve fizike që kemi ndërtuar. Ajo që duhet të kuptoni tjetër është edhe vdekja e farës, do me thënë sakrifica e farës, e dritës së botës, do me thënë e diellit, e Krishtit. Nën kupton atë që shpirti sakrifikon vetveten për të mishëruar, për të ardhur në botën fizike. Por kjo ka rëndësi sepse kjo quhet vdekja e gjigandit, ku giganti është shpirti i yllit, i cili vdes për të ardhur në tokë. Pra ylli ndërgjegje gjithmonë, sepse yjet e tjerë që shohim në qiell nuk janë yje me ndërgjegje.
Yjet me ndërgjegje janë vetëm ata që mishërohen përmes diellit. Prandaj këto varre marrin emrin varri i gjigantit. Nuk do të thotë se kanë ekzistuar vërtet gjigant, por ka të bëjë me gjigantët yje që shohim në qiell. Ndërsa simbolika tjetër e vdekjes së farës është piramida, që quhet varri i faraonit ose i faraonëve, pikërisht sepse është një simbolik që kërkon të na kujtoj gjithmonë këtë, se ka vdekur një shpirt gjigant që të bëhet bota fizike. Besoj se më kuptuat. Kjo është arsyeja pse disa njerëz përgjatë eksperiencës afër vdekjes shohin një dritë në fund të tunelit duke interpretuar ato si hyrjen për në parajs. Në fakt, vrima e bardhë drita në fund të tunelit është pikërisht kujtesa e fundit e shpirtit përgjatë kalimit në diell. Kujdes, ai vjen nga lart poshtë dhe jo nga poshtë lart. Pas këtij momenti, ky shpirt vdes për të strehuar në një embrion të ngjizur. Pra, tashmë ai vjen në dimensionin fizik, për një jetë të re ku kryesisht do të mbizotëroj amnezia, pra harresa. Në harres ky shpirt që quhet njeri human, pra tashmë ky shpirt quhet hymen, pra ky shpirt dërgon mendjen e tij tek trupi fizik, vetë vdes në diell, ky shpirt harron se çka qen. Bota fizike bëhet pikërisht sepse shpirti ndahet nga ndërgjegja e tij, e cila fillon rrugëtimin nga e para. I gjithë rrugëtimi i shpirtit është dhënë në Bibël përmes figurës së Krishtit, siç vdes ai simbolikisht në kryq, ashtu vdes edhe një shpirt për tu mishëruar. Prandaj asnjë popull në botë nuk do të na kuptojë dot pse shqipja i shpjegon këto, se duhet të bësh një rezume që nga fillimi i kohërave dhe deri më sot, dhe puna është voluminoze. Tani kush më kuptoi. Dhe në fund për ta përmbyllur, unë gjithsa desha të thoja, ishte që të vim sërish tek masonët, se tempulli i Solomonit, që ata e përdorin si simbol në lozhet e tyre, është thjesht një tempull fallik me 2 shtyllat bazë, tokë dhe hën. Më thoni tani, ku besojnë këta? Tek arkitekti i madh i gjithësisë që pas ka ndërtuar një tempull fallik? Pra tani është në dorën tuaj të besoni dhe të bindeni, por simboli na tregon të vërtetën. Ai nuk gënjen sepse është aty që nga fillimi i kohërave i pa manipuluar. Kujdes nga miti i risjelljes së tempullit të Solomonit, i cili nuk është një tempull fizik tashmë, por vetëm modeli diell tok hën. Pra është ylli ku thyhet koha tempulli. Nuk është një tempull fizik. Kujdes nga manipulimet e kohës që jetojmë. Prandaj, gjithmonë është thënë që Zoti është jashtë nesh, larg nesh, por në fakt e keni gabim. Ai është brenda nesh sepse ne jemi vetë ai. Prandaj, nuk ka nevojë të besoni për së jashtme. Mjafton të besoni dhe të studioni veten tuaj. Ky është pra shpjegimi i shtërues. Megjithatë, nëse ju keni një mendim tjetër, bashkohuni me kanalin dhe lini një koment. Rizgjimi Shqipes Zbulesa është kanali i cili po mundohet të rizbuloj ato që i ka mbuluar pluhuri i kohës. Atëherë kur Shqipja ishte ende pa njerëz.